Përshëndetje miq, Rama sot takoi Macronin dhe ai u shpreh kështu në mënyrë figurative, mbështesim tha popullin shqiptar dhe me shumë dashamirësi priti kryekriminalin e popullit shqiptar, i cili ka shitur Shqipërinë për sionistat, ju bëri aeroportin, ju do t'ju jap gjithë territorin nga Zvërneci deri në Darzez, duan të blejnë dhe 1 miliard metër katror tokë bujqësore, duan bëri dhe ligjin e shitblerjes tokës bujqësore, gjë e cila do anullohet sapo të vijë një qeveri tjetër urgjente, do anullohet, do bllokohet Sazani me trupa ushtarake shqiptare, s'kam për ta shkelur kur Sazani, nëse po e shkelën kush do që ta shkel, do t'ja mbath një lloj si italianët me 1920, do vi një moment që do t'ja mbathin. Le të kenë armë dhe çfarë do lloj gjë, atë vend atje kanë vetëm shqiptarët. Dihet që Macroni, ndryshe nga gjermanët, si njeri i Rothschildëve, që janë mbretërit e sionizmit, do të mbështeste Ramën në këto ditë të vështira, sepse Franca në përgjithësi ka ndjekur politika anti-shqiptare, po tjeta që verbër sa të sjell Izraelin të kontrolloj një nga rrugët më të rëndësishme, se kërkon të bllokojë krahun lindor të Italisë dhe verilindjen e Italisë lart në Venecia, si dhe Kroacinë, Sloveninë dhe më lart tregtinë me vendet e Evropës veriore si Gjermania dhe ndoshta edhe më lart Çekia, Polonia, Hungaria, që mund të fusin mallra nëpërmjet detit Adriatik. Por avizohen këto fuqit, ambasadori amerikan deklaroi në Senat që do mbështes bizneset e familjes Trump, haptazi, sikur është ambasadori familjes Trump, jo sikur është ambasadori i Shteteve të Bashkuara, dhe në këtë mënyrë pritet një qëndrym kundër protestave. Koha do ta vërtetojë, dëshiroj të jem i gabuar. Pra Franca, sionistët e Amerikës, evangelistët dhe sionistët e Izraelit po luftojnë për të sjellë 100.000 kolonë në Shqipëri dhe për të realizuar atë një nga projektet që kishin qysh para se të ndërtohej Izraeli. Një mundësi ishte të bënin në Myzeqe, në tokat shqiptare, të ndërtonin Izraelin, dhe ne ta kishim pësuar si palestinezët tashmë. Ata vënë libra dhe shikojnë ëndra dhe deshifrojnë në një shprehje të pakuptimt aty në ato librat e tyre të çmendura, të shenjtë gjoja, që kjo është tokë e premtuar nga Zoti, kjo është tokë e premtuar nga Zoti, kjo na e ka premtuar ky, këtë na e ka premtuar ai, kush flet kundër premtimit të Zotit është antisemit, kur në një kohë semit janë arabët dhe palestinezët dhe izraelitët nuk janë fare semit në shumicën e tyre absolute, mbi 90% nuk janë semit, janë racë mongoloide, turq të bardhja, që futët Ashkenaz. Dhe të gjitha këto i kanë ndërtuar këto narrativa të antisemitizmit, edhe dje Berisha, kush o që flamurin, është antisemitizm. Kjo Elisa Spiropali, antisemitizm, janë idiote komplet që kanë rënë në Grackën dhe në kurthin e narrativave që kanë ndërtuar Izraeli për të mbrojtur dhe i përdorin pa kuptim fare. O Zot, çfarë ignorant na kanë udhëhequr. Populli shqiptar është në një situatë të rrezikshme para as shtukjes. Qofse do vinë këtu 100.000 kolonë, ata do të shtohen, do bëhen 200.000, 300.000, dhe me fuqinë ekonomike që kanë dhe me rrathët e mëdhaja që i mbrojnë kudo në shumë vende të botës, do na spostojnë në përmale, do na marrin gjithë fushat, edhe do na pranojnë vetëm si shërbëtor të tyre në resortet dhe në vilat e tyre. Prandaj shqiptar, ky është një monstër, ky Edi Rama. Nuk dihet çfarë marrëveshje bën me ata për t'ia futur popullit shqiptar.
Nuk e di si mund të arrijë njeriu një tradhti kaq të madhe dhe të vazhdojë të këmbëngul që të qëndrojë akoma në pushtet me çdo lloj mjeti dhe me çfarëdo lloj mënyre. Populli shqiptar është në një situatë jashtëzakonisht të vështirë, ndoshta më të vështirën që ka pasur, që ka kaluar ndonjëherë. Shpresoj që Zoti të bëjë më të mirën, ky të përmbyset dhe të krijohen rrethana të tjera ku të shporet secili në vend të vet. Ngadalë duhen menduar strategji të tjera që ky me çdo kusht t'ja mbadh dhe të zhduket. Dhe në qoftë se ka një njeri që meriton të varet në litar është ky njeri. Tum tum.